Mirëmëngjesi shikues të nderuar, jeni me edicionin e lajmeve të orës 8 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Deputetët e Kuvendit të Kosovës mblidhen sot në përpjekje për të konstituar institucionin më të lartë legjislativ në vend. Kryesuesi i kësaj seance, deputeti më i vjetër i kësaj legjislature Avni Dehari, të shtunën e ndërpreu atë për ta caktuar vazhdimin e saj për sot në orën 10. Seanca ishte ndërprerë në mungesë kuorumi, duke bërë që të dështojë përpjekja për zgjedhjen e komisionit për votimin e fshehtë. E përfaqësues të partive politike vazhdojnë me akuza ndaj njëra tjetrës për mos zgjedhjen e kryeparlamentarit. Ata të partive kundërshtuese deklarojnë se Albulina Haxhiu nuk do të votohet për kryekuvendare as në vazhdimin e seancës së sotme. Pas votimit të kryekuvendarit është përcaktuar të procedohet me votim të nënkretarëve. Votimi i kryekuvendarit dhe nënkretarëve do t'i hapte rrugë formimit të qeverisë së re të Kosovës. Por në 2 seancat e fundit, partitë nuk po dakordohen në fakt për formim të komisionit që do të procedonte votimin e fshehtë për kryetar të kuvendit. Kuvendi Kosovës ka hyrë në javën e 5 të krizës politike pa arritur ende të konstituohet. Përpjekjet për zgjedhjen e kryesisë kanë dështuar disa herë. Megjithatë, ajo që nuk do t'u mungojë deputetëve që tashmë kanë dhënë betimin është paga. Me gjithë blokadën në kuvend, deputetët e sapo zgjedhur do të marrin paga të plota për periudhën që nga dita e betimit. Këtë muaj paga kanë realizuar deputetët e legjislaturës së 8, të cilët kanë fituar mandatin edhe në legjislaturën e 9. Paga e deputetëve llogaritet nga dita e betimit sipas koeficientit të paraparë në ligjin e pagave. Deputetëve të rinj do t'u procedohet paga për këtë periudhë në mënyrë retroaktive me pagën e muajit maj. Përjashtim nga kjo skemë do t'jenë mëditjet, pasi kuvendi ka bërë të qartë se deputetët nuk do të marrin kompensim shtesë për pjesëmarrje në seancat konstituive. Deputetët nuk marrin mëditje për pjesëmarrje në seanca. Organizata që monitoron punën në Kuvendin e Kosovës, Instituti Demokratik i Kosovës, ndonë se sheh pozitiv lajmin për heqjen e mëditjeve shtesë. Për ta është e papranueshme pagesa, pasi siç thonë, 1 orë punë. Unë besoj që paga e deputetit, ndonë se i njëti e merë mandatin që nga certifikimi dhe nga dhënia e betimit tutje, nuk do duhet të ishte valide për sa kohë që nuk konstituohet kuvendi. Sepse është kuvendi instanca prej të cilit deputetët marrin pagat e tyre. Pra vetëm nëse ekziston kuvendi si i tillë, deputetët mund të marrin paga. Rrjedhimisht unë besoj që do duhet precizuar që vetëm pas konstituimit të kuvendit fillojnë të rrjedhin obligimet respektivisht përfitimet ligjore të deputetëve në raport me pagat e tyre. Cakolli thot se në situatën aktuale në të cilën gjendet Kuvendi i Kosovës, për mëditje nuk duhet të flitet fare. Po flasim për një situatë ku tashmë shqiptarët, unë besoj janë në një gjendje kur jo vetëm se janë të lodhur e të ngopur nga një situatë e tillë, por që në anën tjetër, çfarë po ndodh në kuvend është një tallje jo vetëm me vetë institucionin e kuvendit, por edhe me qytetarët në përgjithësi. Sipas Cakollit, skena aktuale në kuvend është shembulli i papërgjegjësisë institucionale që vazhdon të rëndojë mbi taksapaguesit. Një shpërthim i fuqishëm është raportuar të ketë ndodhur të dielën në jugperëndim të Moskës në Rusi. Mediat lokale kanë publikuar pamjet e një ndërtese ku pati zjarr, derisa sipas informacioneve të para, zjarri u shkaktua nga gazi. Të paktën 2 persona janë raportuar të vdekur e disa të tjerë të lënduar. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka deklaruar se duhen sanksione më të ashpra ndaj Rusisë, mbështetje e vazhdueshme për Ukrainën dhe rritje e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes në tërë Evropën. Sipas tij, këto janë çështjet shumë më me rëndësi që duhet të shqyrtohen. Ai ka shkruar në rrjetin social X se presidenti i Rusë Vladimir Putin mezi pres në fakt që të shfash tanket në paradën ushtarake të datës 9 maj, kur shënohet përditori fitores ndaj nazizmit, por sipas Zelenskit, Putini duhet të mendojë si ta përfundojë luftën e tij. Presidenti i Ukrainës përmendi se të hënë janë bërë 54 ditë që kur Putini injoroi propozimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për një armëpushim të plotë.
Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe pëlqeni në rrjetin social Facebook në RTK, Instagram RTK, YouTube RTK dhe TikTok RTK, aty ku informacioni vjen shpejt, sakt dhe drejt. Dhe mos harroni, jemi gjithmonë live në webfaqen rtklive.com. Faleminderit për vëmendje, mirupafshim.